përderisa pranon të futesh në lojë dhe përderisa ti nuk ke asnjë kallëzim në gjykatë kushtetuese për asnjë nga çështjet që ka vendosur KQZ-ja. Unë e kam denoncuar publikisht tenderin e aplikacionit edhe të diasporës dhe nuk kam marrë për shkak të dhënave apo për shkak të sigurisë. Është në shkelje të gjitha ligjeve shqiptare. Për siguri, për dhëna, për vjedhje, për ndërtim teknik etj. etj. Të gjitha ligjet i shkel. Është lehtësisht i manipulueshëm. Kur thua lehtësisht i manipulueshëm, çfarë ke parasysh këni? Kam parasysh që gjithkush mund të regjistrohet aty dhe të çekohet sikur është i saktë regjistrimi dhe ta marrë votën. Për votën e migrantit. Po, edhe ta çojë votën sikur ka qenë. Po duhet të ketë një urit minimale në IT. Po, apo parti që janë kaq të sofistikuara i kanë këta. Këta me iPhone 16 Pro Max. Unë prisja të kisha dikët të opozitës të PD. Sot në studio. Se më drejtën. Ti bëja një pyetje. Ja po të bëj një pyetje. Vëndi pikim, e ke dëgjuar ndonjëherë? Vënd çfarë? Vëndi pikim. Nuk e kanë idenë më fare. Në teknologji janë zero. Vëndi pikim është platforma e PS-s që i ka pasur në detaje çdo gjë që është regjistruar të aplikacioni i KQZ-s. Të gjithë databazën. E kush e ka dhënë këtë gjë? Si mund ta ketë dikush që një parti politike kur ai aplikacion mbahet, ruhet, duhet të mbahet dhe të ruhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kompania që ka fituar tendën që ta dish është e lidhur me opozitën. Me opozitën? Me opozitën. Aq mjafton. Edhe këtë webin e ka mazhoranca. Unë prandaj jam i revoltuar realisht. Nuk jam i revoltuar se thonë shumë njerëz nuk e kanë fund listë dhe bën kështu. Unë s'kam pas kurrë ambicie politike realisht. Pavarësisht se dëshirën për të qenë listë e kam pasur sepse mund të jem nga ata që kanë folur për një të vërtetë që s'ka folur as PD-ja. Gjithë ato që kam denoncuar, kanë shkuar një herë në PD, s'janë denoncuar kanë atë tek unë. Dhe unë i kam thënë. Por të bëj për budalla opozita, realisht, se pushteti ka të gjitha, ka gjykata, prokurori, policia, dhe bën për budalla. Se ti mund të thush, më shajti polici, bën katër policë, thonë jo nuk e shajta dhe merresh ti për budalla. Po të bëj opozita për budalla, realisht është diçka që e pranuam herën e parë, e pranuam herën e dytë kur Lulzim Basha u shit, po tani po e pranuam për streti i bi që realisht... Herën e 4 do ta kesh më kollaj. Herën e 4 s'besoj t'jem Shqipëri fare, realisht, kështu si na e sollën situatën, do ketë marrë pasaportën europiane. Po, dera,